thatë që kam bashkëpunu për para me Haradinaj, me për listën srpske. Çka do me thonë ajo kanë bashkëpunu? Kanë bashkëpunuar mirëshëm. Delili su pogaču dok je imalo šta da se deli. Kanë hongër pitën bashkë, kur ka pas pite. Nisu se nadali da će doći čovek. Nuk kanë shpresuar se do të vi dikush si Kurti dhe nuk kanë llogaritë lista srbe. Zašto 10 godina vepron nije kështu? bila glavna tema svega ovoga? Pse që 10 vite... Zato što su fino sarađivali, i sa Haradinajem, i sa Tačijem. Kanë bashkëpunuar shumë mirë edhe me Haradinajem, me Thaçën, me Pacolin. Bila, za sebe lično. Ja nisam patriota. Unë nuk jam patriote. Unë i vlerësoj njerëzit vetëm në bazë të asaj se a janë njeri apo jo, jo në bazë të përkatësisë. Ali ka kažete gospođa Pantović da... Që do të vi, pra dikush si Kurti i cili do ta luftoj krimin, do të mundohet ta çrrënjos krimin, dhe nuk e kanë pritur as lista serbe, as individ të ndryshëm. Pra, kanë menduar fillimisht që pa ta nuk bën. E komuniteti, çka ka prit kur vjen Kurti? Çka ka prit komuniteti serb? I Srbve lokal, normal, si ju? Pa srpska zajednica, ja za srpsku zajednicu nikada. Prvo zato što je jednopartijski sistem. Zato što samo srpska lista vlada s Vučićevi ljudi vladaju na severu Kosova. Pra që Vučić qeveris në veri të Kosovës. Kush do serbe, është pikërisht ajo organizatë e cila i shkakton gjitha këto gjëra. Lista serbe, për interesat të veta, i shkakton këto. Dhe ata duan që të i fshehin, da bi uzimali, da bi radili što su radili. Pra të fshehin gjërat, në mënyrë që të vazhdojnë të i bëjnë gjërat që i bëjnë që i kam bërë. Neku vrstu autonomije kao što je kod Dodika. Ata duan, kanë dashur që të fitojnë një lloj autonomiji, sikurse Dodiku. Međutim, s obzirom da je Vučić, međutim, marr parasysh që Vučić, Kurti nuk lejon, domethënë nuk çon penda i krimit për listën sërbe, si prokuroria dhe si gjithë të tjerë. Tash ne mund të flasim, mund të flasim për ta, mund t'ju kemi frikën, mund të themi që janë mafiozë e tjerë, por nëse... Qashtu të rema? Me krim të organizuar me vazhdu kështu si heroj medalja? Vučić je trebao da bude hrabar. Vučić është dashur të tregohet trim. Pse keni problem që të jetoni jetesë normale me shqiptarët, me bosnjakët, pa paragjykime. 23 vjet pas luftës, pra kanë kaluar. Aleksandr, nëse merremi me këtë çështje, domethënë 23 vite pas luftës, nuk shkon kështu. Duhet ta respektojmë jetën pikërisht pse është ndryshe. Unë bashkë shqiptarët dhe serbët nuk kanë aq probleme të shumta mes vetes siç vlitet. Neve nuk na dëgjojnë. Ju dëgjoj Beogradi juve. Ju jetoni në Kosovë. Pse Beogradi ju dëgjoj? Sepse Beogradi pyetet për të gjitha. Pse keni lejuar që të pyetet Beograd? Zonja Emilia. As në Beograd